Si për shef situatën, dy pikat forta kam unë. Përsa i përket ekonomisë dhe rendit. Rendi në lidhë me këto ngjarjet e fundit që kanë ndodhur brenda pak orëve, u vran 4 veta në Shqipëri. Sonde? Jo sonde se dim, ndoshta sonde në orë, se dim për të ardhmen. Si është shefte, a ka rend, a ka qetësi Shqipëria, a është vend i sigurt për të jetuar? Çfarë të më di se shpuna. Unë jetë në Itali. E di, prandaj du me bëj krahasim. Edhe është për të habitur se si ndodhin këto gjëra në mes ditës. Bravo. Ku në Itali për shembull ka polici, janë të 4 lloj policash. Kështu që nuk të vi njëri të... Çfarë po ndodh, 25 vjeçari vet babain e vet, Njerëz që çmendën. Të rish të vritesh për një kështu makinë, për makinë. Për kafe për shembull, se si bën. Për kafe, bravo, për kafe, domethënë nuk keni nuk kemi në nga Çfarë po ndodh me ne? Ku çalon gjëja? Kemi nga trotë. Edhe Roxha ka bër edhe ai që erdhi zëvendësoje me Roxhën, i bëri lëmsh. Kush zonzo? Berish. Berisha zonzo, e? Po Berisha. Po të njëjtën linjë ndoqë ai apo? Po të njëjtën linjë. Sa janë vrarë. Po lexoja i ditës, po ndëgjoja kompjuter. Mbi 3.000-4.000 veta janë vrarë vetëm me Berishën, në kohën e Berishës, që u bën gjithë ato rëmujë. Po të një kohën e Ramës sa janë vrarë? Janë vrarë plot sa të bësh. Janë vrarë, por nuk i komunikojnë. Po çfarë, nuk ka ligj, nuk funksionon ligji. S'ka ligj, nuk ka ligj. Nuk zbatohet domethënë ligji. Nuk del njëri të bëj. Unë jam kombinat për shembull. Kombinat 2 polica shohëm. S'ka, duhet të ketë rend. S'ka, do të ketë rend, do të vi vërdall makinë, shkoj, kaloj, të ndaloj ti ku shkon, çfarë po bën, çka ke këtë qesën, ç'a. Pse edhe për pyetje edhe për qesën, për Po gjë. që po mund të kem bombën këtu. Ç'a, mund të kem kujt ti. Shoh, domethënë Është skandal. Është. Po për sa i përket ekonomisë, ne jemi të varfër apo qajemi kot? Jo. Kur erdhi demokracia u lan 500 fabrika. 500 fabrika i morin në Prishtinë. I morin në Prishtinë dhe ajo është ekonomia. Zoti ishim. Pse oficinën e Prishtinës, oficinën qendrore të kombinatit, pse e prish? Pse s'ma dhe mua? Nuk i ke unë në Itali. Media specialistën teknikun italian vinë në porositë. Ajo është ekonomia. 500 mire tha Evangel si kisha jo gjatë dako. Që isha i avokati që dhe. Janë, po nuk sigurove punë, nuk ja vlen as ekonomia, se... Po drejtësia, është rikthyer besimit e shqiptarëve? Jo, apo funksionon drejtësia? Nuk ka drejtësi, janë gjithë ata mafiozët e... Edhe në drejtësia dhe ke spaku? Jo, çfarë? Janë të kapur dhe ato thonin? Ata nuk e di. Ata arrestuan Erion Velian, Ilir Medën. Flitet që duhen me marrë të Ballukun. A mendon se do ta marrin të Ballukun? Arrestot të tjerët që çpun kemë atë janë presidenta, kanë tjetër ashtu. Ti nuk po arreston ata të vegjël. Merresh me të mbejt me ti ke. Po kush ka qenë ajo, do të kapin peshkun e madh thonë. Po kapë peshkun e madh, pse? Po kush është peshku i madh këtu? Po di unë kush është. Ata e din. A ka korrupsion këtu këtu? Nivel politikanësh? Ka. Ka se nuk ka ndryshuar sistemi, është pa i sistem. U boj finde, sigur po bë lut, po bë si këtu, Jo, asgjë. Nuk bëhet. Ka mësime, ka ashtu që mund të mësosh se si luftohet. Shkon në Amerikë. Shkon në Amerikë, mëso bëj kurs një 6 muaj, edhe shive si bëhet. Kujt mu? Jo ty, jo. Ti Edi Ramës, për shembull, ose ministri? Ai ministri që të kërkon të bëjë. Ti këtë bëj atje. Sa nuk e bëjnë këtë gjë nga padituria, domethënë, apo nuk duan? Nga korrupsi. Sa ata po duan e bëjnë. Po të shtimësosh, se ata prapë do bëjnë si duan vetë. Po kjo është jeta.
Kjo është jeta. Si është jeta në Shqipëri? Kjo është pra ekonomia. Më mirë është në Itali apo në Shqipëri? Në Itali ka ligje. Edhe ligje, edhe në Itali po vritën. Po. Po vritën, ama arrestohen gjithë. Po, funksionon ligji. Funksionon ligji. Po funksionon ligji, funksionon shteti. Edhe Po funksionon shteti, funksionon shoqëria. Po. Edhe të gjitha janë të lidhura zinxhir me njëra tjetrën. Kurse Shqipëria nuk shoh në kompjuter, shoh gjë. Është skandal, është riplet ai Sali Berisha. Sali Berisha do të dalë nga sistemi fare. Do të dalë nga nuk do të shoh më Sali Berisha. Pa e fyr, nuk do ta fyr. Nuk do të aty. Nuk do të ai del sikur ka ardhur dije ka ardhur nga planet tjetër. Ka nga planet tjetër dhe bën me duar, me teorira, ai do të nuk do të dalë më. Nuk do të dalim më në ekran. Në ekran, nuk është ka marrë punë. Si japin hapësirë ti? Ka i diçka që i japin, se ai ti e di ku ka qenë. Ai ka qenë klyshi i Emerozës. Me Emerozës të qenë bashkë. Është e vërtet kjo? Po, ai pe që ka dhënë fotografi, po ka dhënë filmime. Sot dha për atë për tapën si ka i kishe se kishe me që dha në mjes. Agron tapa, ku se kishe. Po dhe i pëtë të që të potën me rozën, të po dhe të bërë, të bë. Tu e putë Berisha? Tu e putë Berisha? Jo Berisha, ja gron faka, po edhe Berisha, po të punë. Pra, Berisha është më afër e Enverit se sa Edi Rama, thoni ju? Si thonë Edi Rama, se që po ndjek po linjën e komunistë? Erione ka qenë Erione e mia. Ha? Kush? Erione e mia, Erione Velia. Edhe ka qenë. Ke pazari rish ishte piq. E ka thonë, është e vërtet kjo? Ka pasur fiqe. Po kam pa unë kaloj. Po unë kaloj sa herë aty dhe shipe. E ke blerë në herë fikë erë më? Jo, s'kam blerë. Si kishte mirë? Nuk e ha. Nga se ha fikun. Edhe ai tash duke shitur mirë. Çfarë problemi ka këtu, se kjo është edhe para gjykuse? Çfarë problemi ka? Ai që Po ka problem që të bësh ekonominë, që të bësh luftën kundër asaj, duhet njerëz që nuk shesin fiq. Nuk duhen njerëz që shesin fiq. Duhen njerëz, po ke gjithë ato i ke shkolluar. I ke çuar për shkollë, për bërë. Edhe i Berisha bëri kush e di sa vjet në Francë. Se çfarë shkollë bëri aty, se nuk e kuptova. Pa ma ekonomi nuk bëri. Luftën në kundër asaj nuk e bëri. Kupton ti? Është të rish të bësh luftë, të bësh teorira, të bësh do 3 ditë natë. Po, nuk ka zgjidhje prapa. A japin zgjidhje këto që çka themin këtu? Jo, nuk japin zgjidhje. Jo, është kot. Nuk vjen. Po si vjen ndryshimi? Po di si vjen ndryshimi, po di. Kjo është ajo për prani dalim edhe ne këtu me gjëra. Si vjen ndryshimi? Kemi shpresë, themi që do të gjej dikush atë. Si vjen? Po zgjidhjen po shoqë të gjithë këta ekonomistë, avokatë, drejtë shitane, të gjithë. Po nuk i hoqë ata, nuk e... Nga Amerika të marrësh, Amerika çuna të ri. Amerika, meri futi. Pse më mirë drejton një huaj se sa një shqiptar? Një huaj, Faleminderit. Përshëndes, faleminderit, ti je mirë, mirupafshim. Folëm, po se çfarë folëm. Folëm. Ku më thot gruaja, ka dalë televizor. I dalë ke disku, thonë, a? Ka dalë ke disku, thotë. Më tregoj. Ishim këtu, diku. Po. Se ku do Ishe fort bukur. Bukur, do të gjë. Ai fund. Mirupafshim.